Do të lidhem me njëherë me korespondentën e Euronews në Maqedoninë e Veriut, Ferikan Iliazi. Ferikan, të përshëndes, çfarë dim për personin e plagosur? Dim gjithashtu se së fundmi politikani është pjesë e garës, apo jo? Po, Ilir, atëherë sot jemi dita e dytë nga kjo ngjarje dhe gjatë ditës së djeshme ka patur interpretime të ndryshme lidhur me këtë plagosje. Ka patur edhe tentativa për ngjyrosje politike apo për ta paraqitur si një atentat apo si diçka që ka ndodhur në kuadër të fushatës, pra që është një hakmarrje politike, ndërkohë që prokuroria dhe policia kanë dalë me një verzion tjetër dhe kanë thënë që nga informatat paraprake, nga ajo që e kanë parë në vendin e ngjarjes si hetim fillestar, nuk duke që ka një ngjyrim politik, pra që nuk ka lidhje me fushatën zgjedhore, pavarësisht se jemi në javën e dytë të fushatës zgjedhore të zgjedhjeve lokale në vendin tonë, pra kanë përjashtuar këtë mundësi apo këtë ngjyrim që ka patur disa eksponent politik, të cilët e kanë quajtur si edhe atentat madje politik. Pra gjatë ditëve të sotme kanë vazhduar reagimet, madje edhe vetë zoti Shahini sot për herë të parë është prononcuar në Facebook dhe ka thënë që nuk dëshiron që këtij rasti të jap një konotacion politik dhe se nuk ka patur hasmërime askënd dhe nuk i ka borxh askujt dhe nuk vlerëson se ka pra kjo, sidomos kjo ngjarje prapavi politike, sepse nuk ka as mosmarrveshje politike me dikë në një mënyrë kaq serioze sa që dikush t'ia drejtoj armën dhe ka kërkuar që të mos drejtohet pra ky rast në atë drejtim. Mirë po, bashkëpartiaku i tij, nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka dalë në një konferencë për media në të cilën këtë ngjarje e ka quajtur si atentat dhe ka kërkuar që autoritetet sa më shpejt të merren me zbardhjen edhe të motiveve, pasi që sipas tij nuk është e rastishme që kjo ngjarje ka ndodhur pikërisht në vrullin e fushatës zgjedhore dhe për këtë shkak edhe ka thënë që në këtë mënyrë po dërgohet edhe mesazh tek qytetarët se nuk janë të sigurt në vendin e tyre dhe se kushdo mund në pikë të ditës, siç edhe ka ndodhur ngjarja në qendër madje të qytetit të Kumanovës, që t'ia drejtoj dikujt armën dhe të mos mbaj përgjegjësi. Pra autori ende nuk është kapur, ka qenë i maskuar dhe nga një video e shkurtër që ka dalë në rrjetet sociale duket se si i afrohet makinës zoti Shahinit, i cili është në lëvizje dhe e gjuan me 4 plumba, të cilat fatmirësisht nuk ja kanë marrë jetën. Fal Zotit nuk ka përfunduar në mënyrë fatale, mirë po sigurisht edhe plagosja është një pasojë serioze, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën dhe tani ka vazhduar mjekimin në shtëpinë e tij. Pra gjatë 2 ditëve të fundit debati është zhvilluar rreth kësaj, nëse kjo ngjarje ka ose s'ka një prapavi politike. Po, Ferikan, gjatë kohës që raporton e që na jep detaje, ne transmetojmë gjithashtu videon e atentatit, cilat janë pistat faktën në qëndrimin zyrtar të autoriteteve policore dhe çfarë dim për të shkuarën e zotit Shahini, duke përfshirë këtu gjithashtu edhe aktivitetin e tij politik. Domethënë përveç aktivitetit politik ai njihet edhe si mjek, domethënë është një mjek shumë vjeçar dhe të paktën nga ajo që unë e di dhe nga ajo që e dim edhe shumica e njerëzve të cilët janë pjesë e jetës publike, njihet si njeri shumë i qetë, njeri që nuk ka mosmarrveshje realisht me dikë, sidomos jo në këtë shkallë që dikush mund edhe t'ia kthej armën, po e them. Edhe ai vetë ka thënë këtë, domethënë gjithë ata që e njohin thonë që nuk është e logjikshme se kush ka mundur që ta bëj këtë vepër. Mirë po, sa i përket jetës private, kemi shumë pak detaje dhe sigurisht ndoshta nuk do t'ishte e udhës që të shkonim në këto detaje nëse nuk ka lidhje me ndonjë përgjegjësi që ka lidhje me institucione publike. Por të paktën prokuroria nga ajo që ka si informacion, ajo sigurisht më shumë se sa ka publiku, ka thënë që bëhet fjalë për motive private, por të cilat nuk janë bërë të ditura dhe sigurisht edhe për të mos e komprometuar hetimin, por edhe për të mos ngjallë edhe më shumë debat në opinion se sa që ka, sepse që në momentin e parë kur ndodhi, menjëherë filluan edhe konferenca për media të partisë së tij, por edhe akuza dhe reagime nga shumë eksponentë, sidomos shqiptar, të cilët do duhet them të gjithë një zëri e kanë dënuar këtë akt dhe kanë kërkuar zbardhjen e menjëhershme të rastit. Mirë po, them që nuk janë rezervuar nga gjua e akuzave apo e ngjyrimit politik të kësaj ngjarje. Nuk është se në Maqedoninë e Veriut nuk ka patur ngjarje të tilla të kaluara, në fatkeqësisht kemi patur incidente
incidente të ngjashme në periudhën zgjedhore. Mirëpo, ato janë konfirmuar që kanë patur lidhje me zgjedhjet dhe ka patur edhe dënime adekuate sipas kodit penal, sepse veprat që janë kundër zgjedhjeve, në kuadër të zgjedhjeve, janë shumë të rënda në kodin penal të Maqedonisë së Veriut. Mirëpo, të paktën deri në këtë fazë, derisa autoritetet zyrtare, pra prokuroria, policia, nuk e kanë kualifikuar këtë incident, këtë ngjarje të rëndë si të tillë, atëherë edhe ne mbetemi në kualifikimin se është vetëm një rast privat i cili i ka ndodhur një kandidati që ka qelluar të jetë në bartës liste për këshilltar në komunën e Likovës, pra një shumicë komunë me shumicë shqiptare në rajonin e Kumanovës. E vërtet, është kreu i listës së këshilltarëve të PD-s. Ferikan, e the, ka pasur precedent të mëparshëm të fataliteteve shpesher në prag të zgjedhjeve apo edhe gjatë tyre në Maqedoninë e Veriut. Sot që flasim, si është klima? E kanë fjalën për tensionin? Fatmirësisht, kemi folur edhe më herët se nuk ka shumë ndryshim, domethënë prej proceseve të tjera zgjedhore, të paktën nga ato të cilat unë i kam parë gjatë këtyre afër 13 vite sa ndjek proceset zgjedhore si gazetar, ndoshta klimat i qetë ndonjëherë nuk kam parë. Edhe për këtë shkak edhe momenti kur dëgjuam për këtë ngjarje, sepse fillimisht nuk e dinim se si ta kualifikonim, ishte shumë e çuditshme sepse nuk është parte e qytetarët, është fakt që rivalitet ka patur, do të ketë gjithmonë, domethënë pavarësisht nëse bëhet kjo në mes pushtetit të opozitës shqiptare apo nëse është ndëretnike, rivaliteti është i natyrshëm dhe gjuha e ashpër është gjithmonë e natyrshme në zgjedhje, sidomos në zgjedhjet Maqedonisë së Veriut, dhe për këtë shkak edhe nuk është e habishme. Mirë, po të ketë incidente të këtyre përmasave, këto ka ndodhur vetëm ndoshta nga vitet 2000 dhe këto janë raste të izoluara të cilat tashmë ndoshta edhe janë harruar dhe për këtë shkak edhe ka patur raste të incidenteve ndëretnike, por jo ku janë marrë në mënyrë direkte pra kandidat për këshilltar apo kryetar apo ndoshta edhe zgjedhje parlamentare, flasim për deputet ose ngjashëm, pra nuk është një praktikë që është parë në Maqedoninë e Veriut. Fatmirësisht, uroj që gjykimi im që kjo fushat është më e qetë se të tjerat, deri në fund të jetë kështu, sepse vërtet qoftë edhe në aspekt të protestave, qoftë edhe në aspekt të reagimit publik, por edhe në aspekt të mosmarrveshjeve politike, në këtë rast mes shqiptarëve, nuk kam patur një klim të tillë që mund të çojë edhe deri në akte të tilla, pra që të nxirren armët. Dhe sigurisht urojmë për një fushat të qetë deri në fund, sepse kemi ende shumë ditë para vetes. Keni parasysh që jemi vetëm në javën e dytë të fushatës, e cila do duhet të jetë 20 ditë dhe pastaj kemi rrethin e parë të zgjedhjeve dhe nëse ka nevojë, pra do të shkohet edhe në një rreth të dytë të zgjedhjeve lokale, që praktikisht ndoshta deri në fund të vitit do flasim për zgjedhjet dhe për këtë shkak edhe sigurisht është një periudhë gjatë dhe ka mundësi për gjëra të paparashikuara, mirë po urojmë që të kalojmë në këtë mënyrë siç ka filluar. Ferikan, falenderoj shumë. Siç edhe e the, shpresojmë që t'jetë një fushatë e qetë dhe të përfundojë si e tillë i gjithë ky proces në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Të uroj punë të mbar. Do të vijmë më tej.